Dita botërore e shëndetit, nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar i ka gjetur në rolin e personelit mjekësor. Të veshur me mantelet e bardha dhe të pajisur me mjetet e nevojshme, ata u pozicionuan tek sheshi i qytetit për të bërë testime rutinore për të gjithë kalimtarët e rastit, edhe atë matje të tensionit dhe sheqerit në gjak. Aktiviteti në fjalë erdhi nga një organizim i përbashkët i komunës së Gostivarit me shkollën e mesme të mjekësisë, për të shënuar kështu 7 prillin, ditën botërore të shëndetit. Matje të glikemisë dhe të tensionit në gjak doli për të bërë edhe kryetari i Gostivarit Valbon Limani, i cili bëri apel që qytetarët të kujdesen për shëndetin e tyre, duke theksuar rëndësinë e aktivitetit fizik dhe një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Me rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetësisë 7 prillit, organizojmë kontrollet të nivelit të glikemisë apo të sheqerit në gjak, si dhe shtypjen. Qytetarët të cilët dëshirojnë të bëjnë kontroll të tillë mund ta bëjnë gjatë ditës, edhe unë shfrytëzova rastin ta bëj të njëjtën dhe me këtë rast dërgojmë një porosi deri tek qytetarët të kujdesen sa më tepër për shëndetin e vet dhe të bëjnë kontrolle prevenuese sa herë që ka nevojë. Posaçërisht duhet të kujdesen grupet e njerëzve të cilët kanë predispozita gjenetike, ata të cilët kanë prindër apo gjyshe me këtë sëmundje, gjithashtu mënyra e ushqimit dhe mënyra e jetesës është shumë me rëndësi dhe aktiviteti fizik, si le të themi 3 shtylla të cilat janë faktor rreziku për këtë sëmundje. Ndërkaq drejtori i shkollës së mesme të mjekësisë Jeton Sulejmani tha se aktiviteti në fjalë është i përvitshëm dhe qëllimi është sensibilizimi i qytetarëve për të realizuar kontrolle të rregullta, duke nënvizuar se parandalimi është më i lehtë se shërimi. Ne sot kemi dalë me nxënësit dhe me profesorët e pjesës praktike, që sadopak të jemi më afër qytetarëve, që ato të bëjnë disa matje të sheqerit, matjen e shtypjes, shumë e radhë që të sensibilizohemi me qytetarët që të jenë pak më aktiv dhe të bëjnë kontrolla më të shpeshta, të jenë ushqim tajnë, ushqim të shëndetshëm dhe më tepër të mirën me sport. Si zakonisht ne këto aktivitete i kemi të parapare në plan programin e shkollës dhe kjo është bërë si traditë, çdo vit ne këto aktivitete i manifestojmë në shkollën tonë. Dita botërore e shëndetit është një thirrje për veprim për individët, komunitetet dhe qeveritë për të garantuar që kujdesi shëndetësor të jetë i aksesueshëm për të gjithë pa dallim. Në një botë ku pabarazitë shëndetësore janë ende të theksuara, kjo ditë vjen si një kujtesë se shëndeti nuk është privilegj, por një e drejtë themelore e çdo njeriu. Në këtë ditë, institucionet, organizatat dhe profesionistët e fushës organizojnë aktivitete sensibilizuese, fushata informuese dhe nisma të ndryshme për të promovuar një shoqëri më të shëndetshme dhe më të barabartë.